Profesor, derbi përpara, një ndeshje që gjithmonë thuhet nuk luhet për duhet fitohet, aq më tepër në situatën ku ndodhet Tirana, e aq më tepër në aspektin personal, pas edhe ju e kërkoni një fitore për të ngritur këtë skuadër që pjesë vërtetës ka objektiva të tjera. Atëherë është nder dhe kënaqësi të jesh pjesë e këtij derbi, njëkohësisht edhe përgjegjësi. Duhet futbollistët të tregojnë karakter, personalitet, sepse është ndeshje e veçantë, ndeshje speciale edhe për tifozët tanë. Ne duhet të gjithë fokusin dhe energjinë të harxojmë brenda fushës, siç e theksove, është shumë e rëndësishme këtë ndeshje jo vetëm ta luajmë, por ta fitojmë edhe për 3 pikëshin që skuadra ka nevojë shumë, por gjithashtu që tifozët t'i gëzojnë. Sa i vështirë ka qenë për ju të përgatisni këtë takim duke patur renditjen, aspektin psikologjik, por edhe më tepër pas asaj disfate 6-2 një tjetër derbi kundër skuadrës Dinamos? Futbolli gjithmonë të jep edhe një mundësi tjetër. Është mirë në fakt që po vjen ndeshja shumë shpejt, që ta harrojmë sa më shpejt atë ndeshjen e kaluar. Kemi mundësinë që në ndeshjen e radhës, në sfidën e radhës, tregojmë shumë karakter dhe momenti kur je poshtë, kur je rrëzuar, tregosh karakter, të zgjohesh dhe të reagosh, të reflektosh, sepse vërtet është shumë e rëndësishme për ne. Me skuadrën që keni në dispozicion, duke parë edhe rivalët, sa besoni tek një rezultat pozitiv kundër Partizanit? Do të jetë ndeshje e vështirë, sepse është edhe derbi, gjithashtu edhe skuadra kundërshtare ka bërë mirë në javët e fundit, por besoj që futbollistët janë të vetëdijshëm se duhet të reflektojnë, duhet të vdesin fushë për ta fituar këtë takim, sepse ky takim është shumë i rëndësishëm edhe në aspektin e klasifikimit që mos shkëputen skuadra tjera, por gjithashtu theksova edhe më herët për krenarinë e qytetit duhet të lëmë shpirtin fushë për ta fituar këtë takim. Pas sfidës kundër Dinamos, ndalet të flisë edhe për tifozët. A keni një apel për ata në këtë moment, aq më tepër këtë situatë ku ndodhet Tirana? Unë i falenderoj ata që ata po na mbështesin në çdo ndeshje, edhe pas gjitha këtyre vështirësive apo mos rezultateve që si kemi marrë. Unë uroj që nesër ta kryjmë detyrën tonë, nesër të fitojmë, t'i gëzojmë ata, sepse dim që vërtet është speciale për ata kjo ndeshje. Profe, Partizani sjell 2 lajme, një të mirë që është skuadra vetme që ju keni mundur dhe dini si të mundur, dhe një të keq që konfirmon se keni një fazë pa fituar në gjithë kampionatin. Dhe historia e derëve fundit është në favorin tuaj. Vlen ajo apo duhet flas fushë? Duhet flet fushë, është sfidë e re, për çdo ndeshje duhet të përgatitet në maksimum. Besoj tek grupi që do të jap atomin e fundit që ta fitoj takimin. Do thonë realisht duhet përgatiteni për një sfidë të re. Profesor, pas humbjes të thellë me Dinamo keni komunikuar me drejtuesit, ju kanë kërkuar ndoshta fitore me do e mos në derbi apo nuk do të ndikojnë në të ardhmen tuaj? Kemi diskutuar, por në asnjë moment nuk do të ndikoj për të ardhmen time, sepse jemi futur me një sistem pune, të cilën po mundohemi të përmirësojmë gjithçka. I besojmë sistemit të punës, e dim që futbolli e don kohën e vet, rruga është e gjatë, ne do të punojmë, do të mundohemi që të përmirësojmë çdo ditë nga një gjë të vogël që të ngadalë apo gradualisht skuadra të rritet. Situatat ekstreme kërkojnë ndoshta dhe zgjidhje ekstreme. Në një sfidë ku ju duhen 3 pikë ndaj Partizanit, mund të vijë një falje për Pacacin dhe Soler apo përsëri do të jenë jashtë skuadrës? Për Pacacin është marrë vendim që mos të jetë pjesë i grupit, kurse Soler ka 2-3 ditë që po stërvitet me skuadrën, ai do të jetë në përbërjen e grupit, asnjëherë s'ka qenë i larguar nga grupi, domethënë vetëm thjesht ka qenë çështje dëmtimi, dhe tash stafi mjekësor është marrë, ai po stërvit me grupin, kështu që nesër do të jetë me grupin, pastaj ta shohim se sa do të ndihmon skuadrën. A ka ardhur në ju dhe një objektiv për këtë 2025 me Tiranën, që do ta kënaqte, po themi, në këtë situatë ku ndodhet skuadra? Objektiv ndeshja e radhës, objektiv përkushtimi i maksimal për punën, përkushtimi maksimal që këta djem t'i bëjmë të bindin, të besojnë tek kualiteti i tyre që kanë, ta nxjerrin në fushë, të vazhdo skuadra të fitojë, të përmirësohet, sepse të gjithëve na bën mirë.
Faleminderit, suksese. Faleminderit juve.